Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, ndërsa padyshim do të marrin më tej vëmendje të konsiderueshme dhe ajo çka ka ndodhur gjatë ditës sotme në Haku të 4 ish-krerët e UÇK-s, kanë bërë deklaratat e tyre të fundit të mbrojtjes, çka e cila në fakt pritej që të raportonin pikërisht mbi atë çka po ndodh atje, mbi gjykimin e tyre, por duke mos hequr asnjëherë dorë nga kontributi i mëparshëm i tyre në UÇK dhe atë çka vërtet ata e konsideruar si të rëndësishme dhe jetike për vetë Kosovën, edhe pse kanë konsideruar që këtë vendim duket i padrejtë pasi askush prej tyre nuk ka marrë pjesë në krime lufte, po themi kundër njerëzimit, mos e pa kështu sikurse dhe po themi mblidhet një akuzë e tillë, megjithatë deklaratat kanë qenë një pasqyrshme jo vetëm në politikën vendase në Kosovë, por edhe në Shqipëri, derisa sot të gjithë ato afërmit e tyre kanë qenë në Hag. Kam kënaqësinë të diskutoj në studio pikërisht për këtë çështje me analistin Azgan Hagla, i përshëndetje kënaqësi. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë të kem në program, ndërsa një temë kjo që padyshim vlen të riktheksohet dhe të risitet në vëmendje edhe për shkak të zhvillimeve politika e sotme në kuadër të 4 deklaratave që janë bërë, ka rikthyer edhe një herë në vëmendje atë kontribut jashtëzakonshëm të krerëve të UÇK-s. Megjithatë, sa optimist jeni që kjo situatë të mos rezultojë aq negative ose po themi aq e rëndë sikurse është shprehur në fillim dhe vetë. Po kemi dy ditë të rëndësishme, pra 17 shkurtin që ishte dita e djeshme, që ishte shpallja e pavarësisë, dhe ata që kanë shpallë pavarësinë ndodheshin në Hag. Ne kemi edhe ditën e sotme që 4 ish UÇK-s ka bërë deklaratat e fundit. Eksakt. Me erdhi shumë mirë që ata ndihen të paepur, ndihen krenar, sepse ata gjithçka kanë bërë në emër të atë dheut. Dhe ata tregojnë sakrificën e madhe që kanë bërë, dhe në këtë momente më bie ndërmend një sentencë Aristotelit të lashtë, i cili thotë: "Me shtrajceta ime, me shtrajce familja ime është atë dheu im." Ata deklaruan pra që sakrifikuan gjithçka për liri. Dita e djeshme ishte një ditë madhështore, gjithë shqiptaria ishte derdhur në Prishtinë, dhe me vjen keq që shumë automjete nuk arritën dot të bëshin pjesë e këtij marshi të sepse për shkak të mbingarkesës. Për shkak të mbingarkesës shumë madhe, sepse ka qenë një pjesëmarrje jashtëzakonshme, kanë qenë gjithë trojët etnikët të kombit shqiptar, kanë qenë dhe njerëz të ardhur nga diaspora, mbështetës të ushtrisë shërimtare të Kosovës, njëkohësisht dhe të katërshës që ndodhet sot në Hag. Rishkrimi i historisë do të ishte gjatë i pamundur në këto kushte, po e risjell shtucitimi sepse ka qenë një ndër fjalët kyçe që kanë përmendur të katër. Sigurisht pra, pasi nuk arriti dot të ekzekutonte Miloševiçi dhe banda e tij apo makineria ushtarake, tani miqtë të tyre, Rusia dhe të tjerë që mbështesin, po përpiqen që të dënojnë me qëllim që të dënojnë historinë, pra të çbëjnë shtetin, sepse këta janë themelues shtetit. E kemi trajtuar edhe në emisionin e kaluar, që shqiptar që ishte kryetar delegacioni në Hag, ka firmosur në Hag dhe ishte njeriu që ka shpallë pavarësinë. Pra, këtë qëllimi apo kurthi i prokurorisë është që të dënojë dhe shtetin e Kosovës. Kjo është shumë e rëndë, prandaj dhe reagimi ka qenë gjithëkombëtar, ka qenë një reagim gjithëkombëtar pas 5 protestave centralizuar, që ishte një protestë madhështore që përkonte dhe me shpalljen e pavarësisë. Sigurisht ata që kishin kontribuar, disa janë të vrarë dhe disa janë në Hag. Pra, makineria ushtarake, Slobodan Miloševićit ka bërë mijëra krime, ka bërë mbi 100 vrasje masive, ka përdhunuar mbi 21 gra dhe vajza, mbi 3.000 dëshmorë, mbi 12.000 të vrarë civil, 1.600 të zhdukur, 1.432 fëmijë. Ka dëbuar me operacionin Patkoj 800.000 shqiptarë të Kosovës, zotëri. Pra, kjo është genocidi. Dhe historikisht, ata s'kanë marrë përgjegjësi. Edhe se kthehemi në histori, ashtu kanë shpopulluar Sanxhakun e Nishit në vitin 1878-881, mbi 700 fshatra janë shpërngulur me dhunë, mbi 70.000 vjet janë vrarë. Ashtu ka bërë edhe pas luftës së dytë. Ka shpopulluar në Vipazarin, rreth 400.000 shqiptarë janë shpërngulur, shkuan në Stambol me operacionin Pyka shqiptare të Çubrëlleviçit, dhe sigurisht pra ata kanë patur si udhëheqjet të veprimeve të tyre filozofinë e Dobrica Qosiçit,
gjera që ku është Serbi fundit, është shtetim. Dhe të zhdukim çdo qenie njerëzore që ndamarrët e saj nuk ka gjak, e serb. Pastaj kemi doktrinat e Çubrilleviçit, Ivan Driçit, Qosiçit, pastaj kemi marrëveshjet e Rankovicit me Ahmet Çubrilliun për shpërnguljen 52-56, gjithmonë kanë bërë pra shpërngulje masive, dëbime, genocid. Ashtu siç kanë bërë dhe me masakrën e Bihorit në vitin 1943, është masakër para masakrës së Srebrenicës, pra Srebrenica e fare, janë 9200 vetë të vrarë, pra të vrarë në mënyrën më barbare. Askush s'ka bën përgjegjësi. Përkundazi kriminalët e luftës që i kanë udhëhequr, Gjuriqiçi dhe Draža Mihajlovići janë amnistuar. Draža Mihajlovići sot ka zotëri, ka shtatore në Beograd. Kjo është e turpshme pra. Pse a kanë marrë përgjegjësi për masakrën e Tivarit? Mira vetë janë zhduk, a kanë marrë përgjegjësi të tjerët vëllezërit e tyre grekët për masakrën e Çave, kundër popullsisë Çave? Asnjëherë. Pra, ky është një gabim i rëndë që po bën edhe Evropa, sepse Evropa po hesht zotëri. Po hesht. Dhe është shumë e rëndë, shumë e turpshme, që në emër të popullit të Kosovës, sepse gjykata është themeluar në Parlamentin e Kosovës, dhe Parlamenti i Kosovës ka themeluar këtë gjykatë dhe Parlamenti i Kosovës ka dalë nga vota e popullit të Kosovës. Dhe në emër të popullit të Kosovës jep vendim për çlirimtar. Kjo s'ka që me të rëndë, sepse e theksoj edhe një herë, makineria ushtarake e Çengiskanit Ballkanit, Slobodan Miloševići, ka bërë masakrat meç njerëzore, 100 masakra. Ata i cituan edhe sot, Likoshtanit, në masakra tjetër e Izbicës, masakra e Erçakut, masakra e Erçakut do bëhet film. Dhe ne kemi patur alat në betejën tonë historike, që nga viti 1918, pra pas luftës parë botërore, që u mlodh pastaj konferenca paqes në Paris, kemi patur vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Wilsoni, që është arkitekti i parimit në vetëvendosjes, thotë asnjë popull nuk mund të qëndrojë nën sovranitetin e atij që nuk dëshiron. Pastaj kemi presidentin tjetër. Pa do të ishte me vënë reagim ndoshta? I cili thotë, presidenti në vitin 1903, i cili thotë, ata që nuk mbrojnë herojt e vet, harrohen, popujt që nuk mbrojnë herojt e vet, harrohen vet. Pra, dhe tek po vija këtu, gërmova në kujtesën time dhe gjeta një shprehje shumë interesante të arkitektit ndarjes së pushteteve, që është autori i frymës së ligjeve, Montesquieu, i cili thotë, tirania më e madhe është padrejësia në emër të ligjit e nën hijen e drejtësisë. Pra, tani ata thonë, po flasim në emër të ligjit, në emër çet ligj. Jo zotëri, ti s'mund të marrësh vendim në emrin tim. Se sot çdo shqiptar është UÇK. Çdo shqiptar është UÇK. Dhe tani kemi sepse ne kemi parë edhe historitë e popujve të tjerë. Po, para se shkojmë atje, ndjes, ideja është, dhe pyetja kryesore është kjo, çfarë ndodh në këto kushte kur, po themi, duket që drejtësia nuk është në krahun e ish-krerëve të UÇK-s. Kemi patur... Kjo është prokuroria. Ende s'kemi shkuar te drejtësia. Në rregull, po, atë për ta korrigjuar. Krimet janë... Po, dua të them këtë gjë, a do ketë një reagim, se nuk e bëj pa qëllim të pyetja. Ditën e dieshme, një ndër ish-anëtarët e UÇK-s ka deklaruar që do të ketë një situatë, ndoshta kjo ishte në një formë mesazhi apo në thonjza kaotike dhe reagimi kundër kësaj gjëje. Pra çfarë do duhet të bëjmë ne si popull dhe si politik në raport me këtë gjë? Simboli i të drejtave të njeriut, Martin Luther Kingu na ka lënë një postulat. Pa drejtësia, kudo është kërcënim për drejtësinë gjithkund. Kjo është një padrejtësi shumë e madhe, sepse e kemi thënë dhe herën tjetër, është një akt akuzë ndërmarrje e përbashkët kriminale. Si është ndërmarrje e përbashkët kriminale, që përgjegjësia është individuale zotëri. Si është ndërmarrje e përbashkët kriminale? Ata kanë bërë një kurth. Dhe kurthi është ky, sepse shoh rëndomt edhe në rrjetet sociale, o dënim shumë i rëndë, o dënim shumë i lehtë. Ata janë të pafajshëm, nuk ka dënim të rëndë të lehtë. Qëllimi është, kurthi është ky, që ata të fajsojnë historinë tonë të lavdishme. Sepse... Në interes të Serbisë. Po sigurisht në interes të Serbisë. Po si sepse ta quajnë shtet rrem shtetin e Kosovës. Zotëri, është derë gjak për Kosovën. Ata kanë realizuar ende ushtria shkrimtare e Kosovës. Është epopeja më e lavdishme,
me ndritur pas epokës së Gjergj Kasiot dhe Skënderbeut dhe lidhja shqiptare të prezident është epoka me ndritur. Aktet heroike, heroizmi i ushtrisë shkrimtare të Kosovës është si në kohën e Spartanëve të ri. Nënat e Kosovës i kanë përcjellë gjemt me betimin spartan, o hajde me flamur dorë, ose i përcjellën me flamur. Dhe gjemt të UÇK-s kanë vërtetuar eposin e Kreshnikëve të Jutbinës apo baladat e Gjergj Elezalis, ende pa ju tharë. Gjaku i plagëve të marrën luftë, dilin në luftë zotëri. Ata dilin në luftë dhe ose vriteshin, ose plagoseshin përsëri. Pra, betejat kanë qenë beteja homerike. Ata, për shembull, po të them një diçka. Po. Në Koshare janë bërë betejat me legjendare, që krahasohen natyrisht edhe konkretisht me betejën e Termopileve apo të Çerbelas. Aty ka qenë një betejë me ushtrit slave, jo me Serbin, me mercenar Bielorus, Rus, Ukrainas, Serb. Dhe për të them për shembull, një vajzë i shkruante letër të dashurit të saj, që ishte ushtar i Serbisë, slav. I dashuri im, kthehuni, ju po bëni luftë të padrejtë. Pra është një letër që është gjetur në Koshare, një të vdekuri, një të vrari. Ju po bëni luftë të padrejtë, do të lënë Shkoçkat atje. Pra janë gjetë disa letra. Ai kthen të përgjigje që unë e di, por nuk i ki dot se me vrasin, Se jemi detyruar. këta që më kanë marrë peng. Pra, ajo i thoshte po bën luftë të padrejtë. Ushtria shkrimtare e Kosovës ka bërë luftë të drejtë zotëri. Ka bërë luftë mbrojtëse, nuk ka bërë luftë mësimse. Ka realizuar ëndrrin e shekujve të shqiptarëve të Kosovës. Sepse ne, në historinë tonë shumë shekullore, që nga koha e Ilirë Dardanëve, jemi ndeshur me pushtues të shumët. Gjergj nga ardhur pastaj të slavët. Jemi ndeshur me pushtues të shumët dhe jemi detyruar gjithmonë të bëjmë luftë mbrojtëse. Pra lufta UÇK-s ka qenë luftë heroike mbrojtëse. Dhe ne jemi detyruar të luftojmë, sepse na kanë sjell varre në prag. Dhe pasi ata e humbën luftën, gjithmonë vazhduan me ato memorandumet e vjetra, duke nxjerrë nga zyrtarët, duke mos e pranuar çlimin e Kosovës 1999, 1999, duke mos e pranuar shpalljen e pavarësisë 2008-ën, dhe tani ata me marifetet e tyre po përpiqen të njollosin kauzën e drejtë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Me duhet ta perifrazoj edhe një herë buldazerin e Ballkanit Holbrukun zotëri. Ta kam thënë në studio, po ta them prapë. Holbruku është ambasadori, është personaliteti i lartë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që në odën e unikut të Met Shalës ka deklaruar, në kratë tina ishte dhe Kadri Shala, miku imi është gjallë sot, a i vetë ndoshta në njëkë nëpërmjet televizorit, me kallash në dorë, që gjuha me Miloševićin është gjuha e kallashit të UÇK-s. Se dhe atëherë UÇK është quajtur terroriste. Pastaj kemi deklaratat e Wesley Clarkut, kemi deklaratat e Christopher Hillit, që janë njerëz që kanë përfaqësues të institucioneve dhe deklaratat në Hag ata i kanë bërë në emër të institucioneve. Pra në emër të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por nuk kanë bërë deklarata individuale. Dhe në qoftë se shef prokurorët, ata tregohen dhe profesionalisht për shkak të urdhrave që kanë, profesionalisht shumë të dobët, propotent, arrogant, dhe ata nuk kanë argument, provën zotëri, s'kan asnjë provë. Thjesht duke me lidhur fakte thashë themesh në për kafene, kështu tha ai e kështu tha ky. Ta thash dhe herën e parë. Ata akuzojnë gjemë të UÇK-s se kanë dëgjuar këngët e Adem Jasharit. Pra, kjo tregon që këngët s'kishin dalë akoma. Kjo tregon që në qoftë se do ishte gjallë Adem Jashari, do ishte edhe ai nën akuzë. Ndërkohë që ushtria e ka vrarë në mënyrë më barbare, duke mos kursyer as fëmijët e vegjël. Pra 10 pjesëtarë të familjes së Adem Jasharit janë masakruar në mënyrën më barbare. Dhe kush ka marrë përgjegjësi? Çfarë deklaratash ka bërë Evropa? Kemi Walkerin, i cili sepse pas masakrës ndaj familjes Jasharit dhe pas masakrës së Erçakut, atëherë këto dy ngjarje të rënda trokitën fort në ndërgjegjësinë evropiane. Kurse Clark ka bërë një libër
Edhe Olkër ka bërë një libër për Erçakun, edhe Klar ka bërë një libër të bësh luftë moderne. Ai thotë ushtria çlimtare e Kosovës në ndihmoi sepse duke luftuar maleve i nxirrte në fushë dhe na jepte mundësinë që t'i bombardonim. Pra veprimet kanë qenë në akord të plot, në perfeksion të plot me NATO-n. Tani ti do futesh në burg Clarkun, do futesh në burg Walkerin, do futesh në burg Christopher Hillin, do futesh në burg Bill Clintonin, i cili erdhi pas luftës dhe tha: luftën e fituam së bashku, paqen fitoni ju. Pra betejë për paqen është betejë për luftën. Dhe ata tani, pasi kanë humbur luftën, duan që me mbi që ju kanë mbetur, të njollosin ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Që kjo është e pamundur. Pse është e pamundur? Është një kombu që kjo sot. Kjo dëshmuar me 17 gjë në sheshet Do të vijot me protestat cili është plani. Sheshet ishin të vogla, zotëri. Për të mbajtur numrin e madh të njerëzve që kishin sy Prishtinës. Dhe nga Malizi, nga Presheva, nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria, nga Kosova, nga të gjitha anëkant kombit shqiptar, janë turrur për në Prishtinë, sepse është moment historik. Është moment historik, sepse ata kanë 90 ditë kohë, gjykatësit për dhënë kanë dhe mundësi që të shtyjnë dhe 2 muaj të tjerë, por për 5 muaj vendimi do t'jepet. Por unë jam i bindur se do t'jetë një vendim historik duke e çliruar nga akuzat, sepse janë akuza pa bazë, janë akuza me thashëthemet e mbledhura dhe janë akuzat të ngritura me qëllim të caktuar për të goditur rënd kombin shqiptar, sepse pjesa më e rëndësishme, më vitale, është Dardania Antike Kosova. Pra ajo gjithmonë në histori ka qenë gjepi i kryengritit dha. Mos harrojmë se me 21, qeri me 25 maj të vitit 1912, është organizuar Kuvendi i Unikut pikërisht ku është ndërkombëtarizuar ushtria çlimtare e Kosovës. Dhe aty është hartuar platforma për kryengritjen e përgjithshme për shpalljen e pavarësisë të vitit 1912. Dhe që nga 1912 deri në ditët e sotme, mira jetë njerëzore të pafajshme janë vrarë, pra njerëz që kanë humbur jetën për shkak të luftrave të përgjakshme që ka bërë Serbia. Para se ta mbyll të kaloj një tjetër pyetje, lutem, pse heshte Europa në opinionin tuaj? Europa hesht se është përgjegjëse Europa. Ne kemi vetëm një mbështetje, zotëri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi vetëm një mbështetje. Ta kam thënë dhe herë, po ta përsëris prapë. Është njësoj si ta akuzosh sot pas vdekjes George Washingtonin, Garibaldin, De Gaulin. Popujt kanë bërë lufta çlirimtare historikisht, po çlirimtarët e tyre asnjëri prej tyre nuk ka qenë nën akuzë. Kurse është njëjtë gjë pra. Ata a mund të dënojnë ushtrinë çlirimtare të Kosovës pa dënuar dhe NATO? Drejtuesit e NATO, sepse logjika është do të jetë ashtu sigurisht. Është deduksion logjik pra. Është deduksion logjik. Prandaj ne s'kemi pse të stepemi. E të bëhemi pesimist. Sepse me lejen e ndihmën e Zotit, e me qendresën tonë unike, pan-shqiptare, në të gjitha trojët etnike, në këtë pjesë kohë që ka mbetur, ne do t'ja dalim që të certifikojmë kauzën tonë të drejtë. Nuk është hera parë që bëjmë betejë. Ramush Haradinaj, mos harrojmë, ka qenë 2 herë në Hag e 1 herë në Kolmar, me një betejë të stërgjatur, ka shkuar si dorzan i kauzës së popullit të Kosovës. Dhe ja ka dalë të ngadhnjej, të triumfoj, mbi gjyqin e padrejtë, falsifikuar, dhe edhe kësaj radhe besoj se do t'ja dalim, që të triumfojmë, sepse ka që kemi patur të drejtën tonë historike hyjnore. Falenderoj shumë për prezencën, uroj që të bëhet më mirë në vim. Shumë falenderoj. Do të shkojmë tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish së bashku edhe pas pak.